Përshëndetje të dashur miq të emisionit me Rolandin. Qysh po mshenin teshat punës, sot jena pak ma ndryshe. Kemi ardhur në tokat e bekume të Kosovës, në tokën e bekume të Ravecit. Une so shumë ka ro me u morë fort me tokë. Se s'kem pas tokë hanë e dëngë kështu, po të dajt jem shku ka një herë edhe I kum su do se janë e piktuit. Bile që soj dhe mi a bo qështu. Por ndryshe, sot do të promovojmë, do të flasim, edhe do të mësojmë shumë a shumë për verarin po drumin e verës Ravecit, Rah Vera. Tëftu me kena Visar Hajrullagën, I cili ka më na fol, Gjën e gatë, jo më lodhë vishtu e ecë, po s'korën si. Gjën e gatë për prodhimin, për shitjen, për sfida që po kalojnë si biznes, edhe për shumë gjëra të tjera të bukura. Emisioni me Rolandin për detyrë dhe obligim njerëzor e moral e ka me I shfaq senet më të bukura dhe më të mira të Kosovës tonë. Kështu që na ndesni në emisionin e plot, edhe shikoni për çfarë bëhet fjalë. Visar, faleminderit shumë që na pranove fillimisht edhe me u bë pjesë e emisionit me Rolandin, është kënaqësi që kemi ardhur me të vizitu edhe me pa këtë bukurinë natyrore të qytetit Ravecit, po njëkohësisht edhe me I ndëgju sukseset e Raverës. Faleminderit juve, s'pari që jeni kujtu, edhe njëkohësisht përshëndes gjithë shikuesit e juaj, gjithë ata që ju përcjellin. Ju përgëzoj për punën e mrekullueshme që e boni, edhe pse unë ju përcjelli rregullisht. Boni një punë shumë të mirë, jashtëzakonisht mirë, që krijoni mundësi, sidomos biznese vendore, që të promovohen. Kjo është një pjesë e cila, domethënë, është edhe jetike, është pjesa më kryesore. Marketingu është një prej hallkave kryesore, sidomos kohët e fundit, kështu që ju jemi shumë mirënjohës për mundësinë. Pa, ka tri që vazhdojnë me u marë, edhe që I kështë propozu një djali tri për këtë pjesë. Unë po shoh, përderisa ka ndërtime të reja të vreshtave, ka rregullime të reja, nxjerrje të hardhisë të re, si e sheh Visari si pjesë e kësaj bote, gjeneratën e re, pjesën e vreshtave, mbujtësi, përgjithësi kështu. Prap një pyetje shumë e mençur. Po të shoh që ko ke përgatit mirë, Roland. Po qërë, unë jam I këtij qytetit dhe normalisht që edhe mund ka me marrë me këtë pjesë paka shumë të dajt. Që thojnë ata nasip mi, kemi pas të lumt shumë pyetje mençur, sepse mendoj edhe besoj fuqishëm që rinia, po të flasë edhe Ravecit, po edhe e Kosovës në përgjithësi, kur s'ka qenë me një periudhë me ma shumë mundësi, mirë po në anën tjetër edhe ma shumë shpërqendrim, e ky shpërqendrim pastaj të qonë në një gjendje kaotike, ku ti thjesht e ki problem pastaj me u fokusu. Unë them, qëndroj te ajo filozofia personale që secili, domethënë duhet me bu si pas talentit që ka. Edhe venaria, domethënë përpurimi I rushit edhe prodhimi I verës, është një lëmi e cila është profitabile, është shumë atraktive me punu, mirë po mbrapa asaj, në qoftë se ti nuk ke pasion. Flasim një dhunti s'pari, pastaj një pasion edhe nuk je serioz me ju qasë, sepse kjo veprimtari, sikurse çdo veprimtari tjetër, kërkon një përkushtim të plot edhe të kërkon një çmim të plot. Domethënë, nuk është, çush me thonë, nëse e krahasoj, nuk është kjo, çush me I thonë, 100 metrash ish sprint, është një maraton. Maraton e gjatë. Shumë e gjatë, mirë po, nëse ti nuk e gjen atë formën që me niknatësi gjatë proceseve, atëherë e pret vetëm pjesën e pagesës, e pjesën e fitimit, atëherë mundet shumë kollaj me ra si viktim.
e kësaj lëmi. Unë besoj edhe në lëmit e tjera është e ngjashme, po në veçanti këtu, pse po du me thonë, sepse mundi është shumë i madh, koha është shumë e gjatë, edhe tash unë e kam pa, domethënë, procesin prej fundit. Domethënë, nëse unë në fund arri ku du me qenë atje, aja vlen me investu kohën teme edhe gjithë ato përpjekje, sepse secili njeri diçka hup për me fitu diçka. Në fund duhet vetë me i matë ato. Aja vlen, po i kthena pyetjes, ja vlen shumë, nëse e don. Po du me thonë, nëse e këqyr, do me thonë, me një qëndrim pozitiv, i kemi të gjitha. Zoti na i ka falë, do me thonë, tokën, klimën, çdo gjë. Këtu është bo një punë kolosale prej të parëve tanë. Na veç jemi të i gëzu, diçka që unë ndërtu me shekuj, është shumë e përafërt që ti, do më thonë, thjesht me pas sukses. Në anën tjetër, mos mi neglizhu edhe institucionet kosovare, do më thonë, institucionet e Kosovës, ministrit relevante, do më thonë, ndojnisht prej Ministrisë Bujqësisë, pastaj Tregtisë Industrisë, të cilat në forma direkte dhe indirekte ne suportojmë, nuk është që nuk na suportojnë. Edhe ajo është pastaj një pikpyetje tjetër, sepse është një temë tjetër, sepse kjo lëmia shumë e shtrenjtë, ka të bëj ti e nise shumë mençëm edhe ma tërhoqe vëmendjen që e nise pjesën e marketingut, sepse gjithë puna bëhet, domethënë ne me shumë sfida e munde, gjitha ato përgatitjet e bim këtë produkt deri në këtë fazë, mirë po tash tu t'jesh pjesa edhe më e vështirë, domethënë shitja, marketingu, ato janë pjesë ku domethënë është më shumë një pjesë ku nuk varet direkt prej teje. Ti detyra jonë është na me bëu një produkt cilësor, kulminant, pastaj na vjen shumë suport prej shumë faktorëve, domethënë sidomos prej institucioneve shtetënore, të cilët me përmirësimin e imazhit në shumë lëmi, pastaj na katapultojnë, që me thonë që na këtë produkt me shty përveç që i plotësojmë nevojat e tregut ton, të eksportojmë, sepse pse ja vlen, sepse me një produkt ti depërton në tryezat e familjes. Po e zonë ti me eksportu në Shtetet e Bashkimit Evropian edhe një vend e Kosovës me shku një familje të një nacionaliteti tjetër, të një shteti tjetër, është një super fuqi për një shtet. Është produkt strategjik i cili përmirëson imazhin e Kosovës, në anën tjetër sjell përfitime, edhe atëherë do të përmbylleshte komplet ai zinxhiri i suksesit, me thonë, të verave të Kosovës. Po du me relaksu shpak mua vetën vizim. A i ka ra vetë si verat më të mira se francesa e italianët. Je ekspert i kësaj lëmie, edhe kisha pas qef me malloni përgjigje, jo diplomatike. Jo, drejt për drejt. Drejt për drejt. Drejt për drejt. Ta thom me plot kuptimin e fjalës. Se kom qëlluar shumë vende evropiane që kom rastis në verat e Ravicës. Tash po flasim në aspektin e potencialit. Ne si potencial jemi më shumë potencial se Franca. Unë po flas me fakte sepse kom qenë një 5 herë në Francë, domethënë edhe në Bourgogne, edhe në Bordeaux. Edhe gjatë bisedave me ekspertat e tyne, informacionet që kam marrë direkt, kam pas sepse na kemi një avantazh shumë të madh, se kemi klimën edhe tokën më të mirë se ata. Tash ata kanë një avantazh më të mirë se na, që edhe ajo është shumë domethënës që ata shkencën e shtrydhin shumë. Ata prej kur gjojt bëjnë diçka. Na pak sikurse normalisht lufta ka ndiku, që me u vonu pak, sepse kemi kalu në për periudhë. Na po flasim prej viteve 90 tek ne, deri, muj me thonë edhe deri në vitin 2005 edhe deri në 2010, janë vrejt efektet jashtëzakonshme të gjitha atyre proceseve të vujtjeve që ka kalu Kosova. Edhe ato e kanë penalizu. Përderisa shtetet tjera, jo më larg se për rreth neve, kanë pas një tjetër frym, një tjetër klim, për me zhvillu biznes, për me marrë dije, na jemi ballafaqu me telashe, me probleme. Kjo punë është njëjtë si një familje. Si të ka një familje telashe, ajo nuk mundet me prosperu. Domethënë edhe Kosova ka pas telashet e veta, për ndryshe sa i përket potencialit. Ju për pak, po dukshëm e kemi më të mirë. Unë kur kam bisedu me ata, se shumë shpesh më bëjnë këtë pyetje, kur kam tregu parametrat që i kem na, domethënë tu përfshi prej Prizrenit, kjo pjesa Prizren Landovis që vjen deri në Suarek, e ka pra Ovecin, edhe vazhdon Anadrinia deri në Gjakovën Qabrat atje, është një region i cili është mrekullin veti. Gjithë këto kodra,
do më thonë, nëse nisemi me ditë me diell që Kosova, do më thonë i ka 276 ditë me diell. Ne i kemi një karakteristikë shumë interesant, sepse i kemi net e ftofta, ditës dielli është shumë i madh. Kjo na krijon shumë avantazh të madh që te parametrat e rushit pastaj të kemi balancë mes parametrave, mos me hy teknikisht tash, atje mund shumë. Me një fjalë, potencialisht ne jemi edhe realisht jemi më të mirë se ata. Për ka kualitete? Më të mirë. Më të mirë, sepse ato çka e krijon Zoti, natyra, dora e njeriut nuk mundet asnjëherë me e parafru. Domethënë në start kemi avantazh. E tash po kthehemi te tema që tash. Është detyra e shtetit që përmes politikave të mira me hartu strategji të mirë që sepse çdo gjë lidhet, ndonjë kur ti bota na shes si vende të treta, vende me probleme, me lufta, si shtetet pa civilizume, edhe kjo është direkt ndikon në krijimin e perceptimit të një fakti, në moment kur dikush ka një perceptim, tash po them të mirë të keq, po në rastin tonë jo të mirë, për neve është shumë e vështirë, domethënë ti me dhetra rase se dal shumë nëpër panajire, edhe sendi i parë është ai efekti wow, vjen një francez, një italian, e provon vënën wow, Kosova, no way. Domethënë s'ka mundësi, nuk ka shans. Edhe me njerë bindja e ti është që ju diçka po bëni se ju poshtë jeni të njoftun për probleme. Edhe ti duhesh pastaj me orë të tana, s'po flas nashta me orë, po me minutat të tana me bind njerë, e ajnë biseda e sipër, kur shem mënyra që ti komunikon drejt, profesionalisht, domethënë në çdo aspekt, edhe në fund e shërben me fakte, me produktin, ti e bind, mirë po tash është shumë rrugë e vështirë kjo me shku kështu, ti person B2B me shku, ose kjo është, domethënë, pse e thash, është një zinxhir i gjatë, sepse shteti duhet shumë ngushtë me bashkëpunu me neve, që bashkarisht me ndërtu strategjitë e mira, edhe kjo është, ta thash, një maraton. Nuk mundet edhe brenda 10-20 viteve mu kriju një imazh i ri, që neve gjeneratave të reja që vinë me ja ulon një gjendje më të mirë se që e kemi gjetë, po punohet shumë mirë, nuk ka vrejtje, mirë po është lamia sisoj që kërkon shumë përkushtim, edhe përkushtim serioz. Ves normalisht që me kohën kanë avancu edhe aparaturat edhe teknologjia e re, edhe u bu ma e lehtë për juve kjo pjesa, masi është prodhimi, ka shumë elemente brenda kësaj pune, brenda kësaj shishe, shkurt e shqip. Kjo shishe nuk është veç një shishe tjerë që shohim na, tjerë që nuk e kuptojmë këtë punë, do është si biznesi juj, por brenda kësaj shishe ka shumë sakrificë, na e dim, s'diskutohet. Me ardhi të kjo gotë, kërkon ekstremisht kosto fillimisht, masani edhe kosto kohës. A ju ka ndihmu kjo pjesa e teknologjisë tre, e di që në podrumin e ri që e keni tra verës, keni prej teknologjisë më trem duket të prodhimit verës. Qysh e shet ti këto me të kalumen? A është ma e lehtë puna? Kjo puna është tepër ma e lehtë. Më thënë, sot tash me përkrajen e institucioneve, edhe me gjithë se atje nuk është e lehtë, sepse janë shumë selektive dhe të institucionet përmes agjencioneve, përmes ministrive, agjencioneve, me grante, me subvencione të ndryshme, janë tepër selektiv, po ajo shumë se një mirë, na kanë lehtu tepër shumë punën, sepse kjo teknologji është teknologji shumë e shtrenjtë, edhe pajisjet janë ekstrem të shtrenjta. Ne përmes bashkëpunimit me institucione kemi arritë që me u pajis me pajisje ma moderne, do më thonë në atë aspekt, unë po flasë ne si Ravera, faktikisht jemi të kompletuar me zinxhirin e prodhimit dhe pjesëve tjera, do më thonë për qesë mbushjes e operacioneve të tjera. Kjo është një dallim dita me natë, pse po thonë, ma herët kemi punu në kushte shumë atë vështira, edhe ajo ka pas bukurinë e vetë, mirë po deri në atë nivel sa ti e realizon pasionin tonë. Që në herë edhe në kushte ma primitive, ma shumë kënaqësi ndin njeri. Mirë po, prap po lidhem të ajo, në fund, për neve ka interes rezultati. Në qoftë se na fokusohemi te rezultatet, atëherë kjo formë, teknologjia e re, pajisjet e reja, pastaj qasja koreale në informacione ndryshme, se
bota po evoluon, edhe shkenca po shkon përpara, shtetet po ndrohet trendi, ndoshta dikur na kemi prodhu, ndoshta edhe ende prodhojmë vera të cilat janë relevante për trega jo. Gjitha këto sene sot janë shumë atleta. Sot është i vetmi kufizim sot është vetëm kufizimi i mendjes së vetë personi, individit. Nëse ti do me qit një limit, atje me thonë unë e qështu, edhe nuk del izolohesh, do me thonë krijon një besim kufizues, e atëherë ajo është jo pajisje, po me ta prukrit botën këtu prap s'ka me mjaftu. Mirë, po me këto kushte, me teknologjinë e re që i kemi edhe me këtë dije, me këtë përvojë që kemi kriju, janë mëse të mjaftueshme që ne jemi të gatshëm për treg botnor. Mirë po vetëm duhet me kry tash punën, po flas në instanca më të larta, sepse ne si individ nuk mundemi, nuk punon bota. Sot, ndoshta edhe për 100 vjet unë kam qenë në Francë, atje punojnë me kooperativa, pastaj kooperativat bashkëpunojnë me institucione shtetënore, që kanë sistemin organizuar fuqishëm, sa që domethënë është shumë problem me shpërthy ato domethënë e kanë mbyll ata zinxhirin në total për atë arsye edhe kanë marketing nivelit botnor edhe kanë shitje niveleve botnore, sepse nuk është veç deri te cilësia. Cilësia është normalisht është i domosdoshëm, është edhe kush numër 1. Mirë, po janë edhe pjesë të tjera ku shtetet investojnë shumë marramendse për me kriju perceptim të botës ndaj produktit. Tek e fundit shitet brandi, nuk shitet produkti. Nëse ne shesim veç produkte, faktikisht nuk bëjmë kur gjë. Ideja Kosova qysh me shit si brand, madje in Kosova. Kjo është ai niveli ku po du me dalë unë që na duhet. Na kemi mbri, kemi krym pjesën tonë, produktet janë domethënë certifikatat, çmimet që marrim, ku të shkojmë në përgara, marrim domethënë çmimet e para, marrim medalet e arta. Nuk po flas veç për Raverën që i merr tash bilet sfundi para 3-4 muaj për zgjedh vena më e mirë për italianëve e bardha, e rezerva, pastaj para një viti prap italianët e përzgjodhen me 93 ose 95 pikë, prap venën më të mirë. Në Sloveni vendin e parë. Ka edhe prodhues të tjerë që marrin, domethënë mirë, po tash e kemi mbri një stad ku duhet me punu si një ekosistem i tonë. Po jim pak në personale. Po? Kam pa shpesh në postime që i bën me fëmijët në natyrë. A kanë interes fëmija për vreshtat, për këtë pjesën e verës, apo shen ai potencial që me ditë kujna pja alen dorë të ardhme? Po, kjo është prej pyetjeve $1 milion që si e thoni. Unë shumë shpesh jam të menu qëtë punë, sepse kjo punë është një punë që merr shumë kohë, shumë vite, e na një send e dim që vitet janë të limitume, na jemi të bindur që një ditë nuk do t'jemi. Ajo është e vetmja siguri, e sigurt, po. Edhe shumë shpesh e mendoj, po them, investimi gjithë ajo, po do të ketë dikush që do ta trashëgon. Kjo është pyetje shumë e mençur, fëmijët e mi, domethënë i kanë 7 vjet tash, unë e vrej interesim përgjithshëm për punën te ata. Edhe shumë shpesh thonë kur ki me dalë me punu, a din na me ardh, me ndihmu, po jo me ndihmu se unë e pimsoj, domethënë kryj një punë edhe i shpërblej, pak me i motivu, sepse nuk shkon ajo punë ashtu. Mirë, po ende janë në atë fazën si të përgjithshme, nuk po shoh e tash njoni prej djemve, Roni, se i kam Roni njonin bineshti kom, edhe qika është 5 vjeç, ajo është më e vogël. Tash Ronin e kom, ajo është pe vrejshë, se unë në ramje e kam pak pasion, e qeli një shishe ven, pak libër lexoj, domethënë e kam atë natyra jote. Po, ato çu më thon 20 minutat mia personale. Po, i kam ku reflektoj, ku lexoj pak, edhe ai Roni çdo herë më vjen, sidomos venën e bardhë shumë e don. Si të më sheh që qeli venën e bardhë, thotë, gotën rezervoma. Pastaj me bashortën e kemi pak, sepse ato 7 vjeçar, ai nuk pin shumë një gleng, mirë po e vrej interesimin e tij që ai tjetri ende nuk kom pa një për punë është, mirë po ma shumë po më intereson kjo pjesa që ai e pranon. Pse po du me thonë se kjo një produkt, sikurse çdo produkt tjetër, nëse nuk ke dashni, nuk e përdor vetë, nuk e don vetë, nuk mundesh ti me kuptu atë kujt ja shet. Do thonë nëse unë nuk e përdori vetë, ç'është du me ardh me të bind ty përdore ti se është i mirë kur unë produktet e mia i kam si fëmijët e mi. Domethënë unë i analizoj çdo ditë, i konsumoj rregullisht, i testoj rregullisht. E kam pasion shumë këtë punë, domethënë ndodh që në ora 12 natës më del gjumi 2 natës unë dal se aty banoj, dal poshtë.
e provoj. Domethënë është një punë që është lifestyle, thjesht nuk e merr mos si punë, po është mënyrë jetese. Po më pëlqen Teroni që po e vrej tash, nuk e di apo e bën për nashta për shkak signifikancës që më qenë më atraktiv për mua, apo e bën me kënaqësi, po ndodh shumë shpesh, edhe çdo herë sa herë unë e hapi shishen, ai vjen i merr 2-3 glenka dhe i shijon. Inshallah. Po shpresoj që kemi lënë dur të sigurt, ha? Inshallah del. Na në këtë vend ku jemi, në këtë bukuri natyrore që Zoti ja ka falë Rahovecit, unë kur flas për këtë vend, unë emocionon edhe pa e thonë fjalën e parë as dy. E du këtë vend jashtëzakonisht shumë, kështu që po e bëjmë edhe një gëzuar, edhe kisha vazhdu të pjesa e procesit, me na tregu pak prej procesit që si e bën mbushjen ose diçka. Po, Ma tepër për kësaj. Gëzuar vis. Gëzuar, e inshallah për gëzimin e qetë.